Dhe një për qësaj studio, që ata pak votues që mund të ndrojnë mendin që bëhet kushtrimi, me ditë shka i ndrën ati jeta ma mirë. Se në fundis ata përthojnë qëre, e kemi këto bën stilin, e kemi ambasadën, nuk është që shqetësohen edhe shumë. Se e kemë pa dhe më thonë që ke nuk kanë diku shumë. A më mëni që mjafton veç shky narracioni që Albini përprishet me Amerikë, edhe në fakt Unë mendoj te ke kap, përmes saj pyetje ke kap një temë e cila neve na ndon me lëvizjet vetëvendose, sepse ne nuk udhëhiqemi nga dëshira për me marrë votë, po nga dëshira e interesit nacional të Republikës Kosovës dhe për këto marrëdhënie, këtë vend është dhënë jetë, është derë gjak për me rujt marrëdhënie. Kosova po se ka fuqinë të kurdive me prish, nuk me ka prish me Amerikën. Çollaku, Kosova nuk ka resurse të mëdha ekonomike. Kosova nuk e ka ushtrinë më të madhe në Evropë. Nuk ka ekonominë më të madhe në Evropë. Ari i Republikës Kosovës kanë qenë marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Na e shohim nga perspektiva e interesit nacional. Po, për me këty temave tjera, po, a jem shqetësuar me skandalin në energji dhe çka ka ndodhur, jemi të shqetësuar. Edhe qytetarët e Kosovës janë shqetësuar. A ekziston një shqetësim tjetër që ky njeri, Zoti Kurti, nuk din me bë qeveri edhe kur i ka numrat. Edhe unë mendoj që janë 3 tema që qytetarët i shqetësojnë. Edhe marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe energjetika, por është edhe ideja që nuk din me qeverisë. Po, temat e mbrëmshme, çmimet, ekonomia, mungesa sigurisë, mungesa parashikueshmërisë, arsimi, shëndetësia, janë këto tema të cilat programi Bedri Hamzës i ka të parapara, sepse çfarë po mundohem na me bë, me largu kashelashat nga politika kosovare, mi largu rimat nga politika kosovare, mi largu përçamjet, demonizimin, dehumanizimin që është injektu në shoqërinë tonë nga lëvizja vetëvendosje, dhe kur kjo ra largohet, unë besoj që qytetarët në fund kanë më interesu këto